Sikurse ishte paralajmëruar më parë nga qeveria shqiptare dhe veçanërisht nga kryeministri Edi Rama se do të saktohet një referencë strukturave akomoduese, pasi këto të fundit nuk deklarojnë numrin real të pushuesve dhe shfrytëzimi real të dhomave. Qeveria ka miratuar tashmë vendimin i cili pritet të prek me qindra subjekte private edhe në Vlorë. Bujtinat, motelet, hotelet, resortet, strukturat e trashëgimisë kulturore, blloqet e apartamenteve apo hotelet e shpërndara do të kenë tashmë një limit minimal shfrytëzimi. Sipas vendimit të qeverisë, periudha e shfrytëzimit është ndarë në 2 faza sezonale, përkatësisht nga data 1 maj deri në datën 30 shtator dhe nga data 1 tetor deri në datën 30 prill të çdo viti. Nga data 1 maj deri në 30 shtator, niveli minimal i shfrytëzimit të strukturave akomoduese është 65% e kapacitetit total, ku nën këtë shifër nuk mund të deklarohet shfrytëzimi. E thënë më thjesht, nëse një hotel ka 100 dhoma, nuk mund të deklarohet shfrytëzim më të ulët se 65 dhoma në një ditë. Nga data 1 tetor deri në datën 30 prill, niveli minimal i shfrytëzimit të strukturave akomoduese do të jetë 30% e kapacitetit total të tyre. Përgjatë kësaj periudhe, një hotel, marrim shembull që ka sërish 1000 dhoma, kapaciteti i tij total do të jetë i detyruar që në çdo muaj të paguajë detyrimin tatimor për shfrytëzimin e 30 dhomave. Ky kufizim vjen për shkak të informalitetit të lartë që ka në sektorin e turizmit, pasi hotelet edhe pse janë plot, edhe në pikun e sezonit turistik, ata deklaronin më pak se 50% të shfrytëzimit të kapacitetit të tyre. Kjo fshehje e numrit real të akomodimeve ka ndikuar negativisht në të ardhurat e buxhetit qendror, por edhe atij lokal, pasi përrjedhoi nuk është deklaruar xhiroja reale e bizneseve dhe nuk janë paguar në këtë mënyrë taksat, duke arkëtuar gjithmonë më pak.